Me 7 qershor, dashur miq, do t'i drejtohemi përsëri kutive të votimit. Kjo datë është saktuar nga ushtruesja e detyrës presidentes Albulena Haxhiu, e cila dje ka mbajtur një konsulat me partitë politike për të caktuar datën e zgjedhjeve. Por çfarë rezultate do të kemi nga këto zgjedhje, pra çfarë do të prodhojnë, kriza apo zgjidhja, do flasim me kolegët e mi gazetar Ardiana Thaçi. Mirëmëngjes, mirë se erdhën në studio. Vullnet Krasniqi, mirëmëngjes dhe mirë se erdhën. Mirëmëngjes, sapo e këshyra takimin Abdixhiku dhe Osmani. Edhe ato do ta diskutojmë, sepse është një prej takimeve apo zhvillimeve më të komentuara. Labinot Balaj, mirëmëngjes, mirë se erdhën në studio. Mirë se gjej. A ke pi kafe, Lab? Dhe që të. Mirë, 7 qershorit do të jetë dita e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ku qytetarët edhe njerë po i drejtohen kutive të votimit. E sa ta herë do të jetë brenda një viti gjysmë? 4 herë për 14 muaj. I bie nga shkurti i kaluar. Apo i llogaritë Dhe zgjedhjet lokale. zgjedhjet lokale edhe ballotazhin, jo. Ballotazhin se llogaritë sepse është një proces zgjedhor, nuk më jep llogarit. Jo, po. Është një kuadër një procesi. Di me shku deri te po flasim bojnë qytetarët i vjen pas herë. Disa komuna s'ka shku, kështu që i bie që disa kanë votuar 4 herë, disa kanë votuar 5 herë. Shumë me 3 herë këmë shpunë në Drenas. Me votu. Na pas nevojë për ballotazh. Ju s'keni nevojë kurrë, ju s'moni zgjedhje. Skenderoj. S'moni zgjedhje, 80% votave dihet kush i fiton, po gjatë. Ajo komunë është e Skënderajt. Edhe si shtet. Ajo komunë është e Skënderajit. Shembullin e Skënderajt dhe Drenasit. Drenasi ka pas pak luhatje. Gjithatë jemi në vitin, po themi që jemi në vitin 2019, sepse kemi 2 protagonistë të cilët janë sërish në garë. Kemi qenë në zgjedhjet e kaluar kur zotëri Kurti dhe zonja Osmani kanë qenë me 1% diferencë si kryesues të listës. Nuk e dini se do të përsëritet i njëjti skenar. Ajo që unë kam thënë edhe më herët në këtë studio është fakti që një pjesë e madhe e elektoratit LDK-s, Vjosa Osmani e ka pa prej fillimit si trashëgimtarën e vetme të Ibrahim Rrogovës. Nuk e dini se do t'i përkthehet në votë dhe do të kthehen tash pas kësaj aventurës 5 vjeçare në krye të presidencës dhe me gabimet apo të metat dhe të mirat të saj gjatë mandatit. Por unë besoj që do t'jetë një garë interesante, uroj dhe shpresoj që t'jetë e fundit për 3 vjetë të ardhshme ose 4 vjetë të ardhshme. Të paktën ta kemi një mandat të plot qeverisës, për shkak se edhe na gazetarët na lodh. Shumë. Hajde na, po sidomos ata që e përcjellin nga afër, që dalin në teren, gazetarët, kryesisht janë deskut informativ, në gjitha mediumet e dim që janë të lodhur nga gjitha këto procese të shpeshta. Ardiana tha që po kthehemi në vitin 2019. Qershorin e vitit 2019, sepse ka qenë me 7 qershor nëse s'gaboj. Jo. Në tetor ka 6 tetor. Jo, 2020 kanë qenë në tetor. Hin konsultu, s'ka pas 2020. Kemi pas 2021, kemi pas zgjedhje në qershor. Po, mos kapemi për datën. Veç pak, qershor kemi pas në 2017 dhe në 2014. Mos kapemi për datën, po mirë që e... Derisa... Hajde, Ardiana. Vazhdote. Jo, qëre... 6 tetor. 2 rreziqe janë të këtyre zgjedhjeve. Rreziku kryesor është kena me mojë zgjedhjet edhe s'kena me pas kur gjë as farmacia, as një kalkulimi tjetër politik për me i gjetë zgjidhje presidentit. Edhe e dyta është po hym në një proces fushate në të cilin përsëri po folin për 2 personazhe që kanë në pushtet deri tash, që është Vjosa Osmani edhe Albin Kurti, që është rrezik për 2 parti tjera opozitare, sidomos për PDK-n. Edhe mendoj që në këtë pozitë, sepse tash po folet pra me pas takimin mes Lumir Abdixhikut dhe Vjosa Osmani, domethënë sa më shumë tash që folet, ka më fol më shumë për çet bashkim kundër zotit Kurti. Edhe Po do të mbet në hije? Po do të thash PDK si i nevojitet një diçka e re, një historie e re për me dalë për me u diskutu. Për ndryshe deri tash nuk ka diçka të re PDK-ja. Tash e kemi një LDK e cila përpos Vjosa Osmanit si figurë nuk është që për na prezanton diçka tjetër. Kjo fjalia bashkimi së djatës, unë nuk e besoj unë nuk e di nëse më LDK. Është më shumë thirrje për t'u bashkuar. Kushtrim. Po apo e ka fjalën për të djatën në kuptimin e kundërta e majtës së 2 krahë kështu veç si ti fola apo për mendësi politike. Nëse ka për mendësi politike, unë nuk e di nëse dikush më në LDK-s programin e kam lexuar disa herë kur çdo heq ato nuk ka të djathtë,
Bile është program që edhe ajo ndërkombëtarja e majtë i dosh me përkthy si manifestot vetën. Që për mu është problemi tjetër. Nuk do të me arru faktin që njerëzit kër shkojnë drejt kutive të votave nuk përshkojnë ma për program qeverisës. Edhe këtë përgjigje për program qeverisës besoj që njerëzit e kanë dhënë në zgjedhjet e mëhershme. Na përshkojmë në zgjedhje për president bukfalesh, jemi të shku. Dhe më thënë, ta është për pas LDK se cila si pas Zita Gjasëve përshkan me kombinimin Lumira Abdishiko kryeministër, Vjosa Osmani presidente. Vetëvendosja nuk e di nëse e ka Feride Rushitin ende kandidate për presidente. Nuk këmë pa diçka të tillë. Nuk ka zgjedhje presidentiale. Po, ama la përshkojna për president. Po shkojna sepse mja ushqy iluzionin Vjosës LDK-ja, dhe me thonë. Sepse është posti i vetëm që ajo e sënë. Ka të bëj me iluzionin e Vjosës, më dhe që LDK-ja bashkimin me Vjosa Osmani në shes si këthim të elektoratit vetë, për shkak se edhe fushatën cilën është duke bërë Vjosa Osmani, është duke bërë kryesisht tek ato familje, tek ato vende ku kanë qenë pjesë e LDK-s dhe janë këthy në vetëvendosje ose janë këthy në listën Guxo, duke votuar listën e vetëvendosit dhe thjesht po donë me këthy këtë elektorat. LDK-ja ka parë si zgjidhje të vetë, me thënë të drejtën, këthimin e Vjosës në mënyrë që ta rikuperoj ose ta rikthej një pjesë të elektoratit që ka humbur. Dihet që PDK-ja ka qëndruar stabil mbi gjitha pavarësisht largimit të dy krerëve të saj, ka qëndruar në atë stabilitetin e saj duke mos rënë kaq shumë sa ka rënë Lidhja Demokratike e Kosovës, kështu që ata kanë po thjesht rithirje, do të thonë këthimi i Vjosës është rithirje për gjitha ata cilët kanë qenë LDK-ista, kanë dashur të rrugovën, kanë dashur frymën revolucione për të kthyer brenda partisë. Për te kësaj që thotë, ky kushtrimi i LDK-s për më kthy të djathët. Po, mu bashku të djathët, po thirrja në esencë është proletariat i gjitha kombeve bashkëkohë, i gjithë botës është tipike, veç është një motorzim i një maksime marksiste e para. Kjo më kujtu këtu për këto. Tjetra është me ekskomuniku edhe mi barikadu, mi qitë një batak vetëvendosin dhe PDK-n si parti të majta, dhe me thonë me trashëgimi të majtë. Rrëfimi i LDK-s është që vetëvendosje është eksponent i dalën prej atavizmave të PDK-s. është puro... është narrativ që ka qenë prej fillimit. Po s'ka orë prej LDK-s, kjo ka orë në përgjithësi, për gjitha partitë politike. Po, a janë të dola pra të gjitha nga LDK, të pas parasysh që LDK ka qenë dhe partia e parë? Tjetra, oponent kështu që janë të zjarë, të oponent thonë mazbuti, kundështar të armisht politik të Kurtit, jenë të e bani gabim, se përnalcojnë figurën e Vjosa Osmanit, oponentët cilët edhe militojnë nashta paka shumë me ide të PDK-ja. Po, a do ta sfidoj Vjosa Osmani, kryeministrin Kurti në zgjedhje? E para, këmë thonë edhe më herët që Vjosën e projektojnë edhe dëshirojnë qytetarët në një pozitë të krejut të shtetit, jo në varianta tjera. Pra, e dëshirojnë të bashkuar me kryeministrin? Për te kësoj, përveç se nuk e dojnë me konë barë një institucioni tjetër, dhe me thonë që është nën presidente. Do të theja, sepse ne nuk e di, ka apliku kur ka kandidu Vjosa Osmani për të qenë kryeministre e Kosovës, ka marë vetëm 1% më pak se Albin Kurti. Atë kur? Në 2019, kur ka qenë pjesë e LDK-s. Kur është da vetëvendosin në dy pjesë e LDK-s, këtë nuk e dim na. Po tjetra, unë nuk besoj që ka fuqi elektorale, nuk mundet me apelu qytetarëve Vjosa Osmani për faktin që na e ka dëshmu që kërrejt ekipi i saj, personeli i saj që ka qenë në presidencë, asë një prej tyne nuk ka dënju ju bashku në betejën e rejt politike. Për te i kësaj, një parti që ka themelu Vjosa Osmani, sot ajo pëthuj se është... E ke fjallin për Guxo? Jo, Guxo tash tjetër. Guxo në ka themelu Vjosa Osmani? Po, mendoj që po thëmë personelin në presidencë, asë njënu, përveç Meliza Haradinaj që ju ka bashku ekipit të këshilltarëve së voni, rishtazi, përveç saj, asë një për personelit, dikush tjetër nuk është në ekipin, në betejën e rejtë e Vjosa Osmanit, në betejën e rejtë politike. Kështë shumë heret me thona është asë është në betejë. Po shohim i mëre. Shumë heret është. Jo, haqë, po thëmë, rej shpurës që ka qenë. Ka kodaj asë një që është mrena ekipit tina që kanë qenë njës publik, nuk janë dy bekimat shëlltar që kanë qenë. Asë një tjetër, partin që e përmenë në Guxo e ka bashkë të melu ajo, po sot ajo pëthuj se është shkrinë në vetëvendosin, njerëzit më lojal të saj që kanë ikë prej LDK-s.
një bashkangjitë të Vjosa Osmanit, sot ata janë të lektisën mas Albin Kurti, dhe me thonë e Kifaton Pecin, kryetarën e komunës së Mitrovicës, ai dhe me thonë e admiron shikimi ti po për herë demonstron një farë admirimi kështu platonik për Albinin. Po shumë ka bo Albinin. Ajo një indikator të vleshëm që na dhojnë një tablë për impotencën politike gjithsesi elektorale të Vjosa Osmanit, që do të thotë që nuk ka me pas në rikonfigurimit të madh të skenës politike në Republikën e Kosovës edhe me Vjosën si kundërshtare të Albin Kurtit. Që është problemi, më falë, që është problemi, se LDK-ja po na bjen një ftyrë të re me demek Vjosa Osmanit që është bashkëpunëtore 5 vjeçare e Zotit Kurti. Në mbamendjen kolektive, njerëzit nuk mundesh mi bindë vetëm me një rikthim në shtëpinë. Nuk mbojnë men? Jo, e kanë dëshmu në tana zgjedhjet që s'mojnë men. Valla, amnezisht. Elektorati jo. Amnezi totale kolektive kemi. Mojnë men nga gazetarë, disa njerëz. Që ke qasi ardion, kështu kolektive që me pajsu kolektivisht. Njerëzit kështu po dojnë, kjo është kështu, kanë hynë një trans, njerëzit nuk po din. Nga për studje po folet për partive opozitare. Jo, si kur njerës të mani men do të kujtonin kundërshtimin e Zotrit Kurti ndaj çdo procesi që ka pas të bëj me Republikën e Kosovës, me ndërtimin e institucioneve të Kosovës. Ata nuk e kanë marrë men asnjë, edhe e kanë votu në mënyrë masive, mund të them, për shkak se kanë marrë 51%. Për këtë arsye thash që publiku votuesi nuk mban men. Ti po thush njerëzit publiku nuk e mban men, apo publikut nuk i intereson moja? Unë besoj që nuk ka të bëjmë me mungesë të mbamendjes. Unë besoj që njerëzit... Sepse kolektivisht harrojmë. Po, amon njerëzit tjetër kanë raport me Zotin Kurti, votuesin tina, ka tjetër raport me ta, ka tjetër raport me Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani ka qenë e suksesshme ose famshme, ose për shkak që ka qenë e binom me Zotin Kurti. Nuk është që ka qenë... Ka qenë e suksesshme dhe pa qenë binom, sepse ka qenë për afërt në zgjedhjet e tetorit të vitit 2019 që thashme qëshor kanë qenë me 1% diferent. Dhe ka qenë hera e parë kur LDK-ja ka dalë bi Partinë Demokratike të Kosovës pas qeverisjes së gjatë të Hashim Thaçit. Atë aty në vishme nga i ka moto me Kosovo Great Again, me rikëthy përsërin 2019. Cila do tjetë motoja. Dhe 70.000 vota kanë qenë diferent. Ajo që ka doja të thëja është fakti që nëse ne ishim shku në zgjedhje para se me qunë në gjykatë kushtetuese, ka qenë një frym shumë pozitive kashi Vjosa Osmanit. Zotri Kurti e ka bo taktiken më të mirë ose motin më të mirë politik, nëse mund të themi, duke e dërguar landën në gjykatën kushtetuese dhe duke blerë kohë që të paktën 34 ditë ta dekonspiroj figurën e Vjosa Osmanit dhe gjithë ato në mënyrë që ta kthejnë favor për veti. E ka bo mas mirë ti... Kush e ka jo patë mundësi? Vjosa Osmani me dekretin e sajna. Jo, dekreti është i shpak. Ekuvalent me shkelet kushtetuese. Se dekreti nuk është ekuvalent, sepse dekreti në zgjedhjet e ardhshme lejohet që presidenti ta nxjerrë dekretin. Vetëm në këtë zgjedhje nuk ka nevojë të nxjerrë dekreti. Madje ajo ka qenë vetëm çështja e konstituimit të kuvendit për 16 ditë që i ka pas edhe jo 60 ditë, sepse zgjedhja e presidentit është e caktuar 30 ditë para se të përfundojë mandati. Po verjon keq do afate kena parasysh. Ama përsëri pyetja është njerëz që shkojnë me 7 qershor me qa kanë men ata njerës ku shkënë me votu? Me siguri traumat e së kaluarës. Po nëse e të folj për një kujtes të harruar atër, duhet diçka, besoj qytetarët e Kosovës mi bo me harru, apo mësë me mbajt men qka është të ndovë. Se ka një traum nga e kaluara, që ku i largot asnjëherë nga mendja. Të hartohet një strategji politike, pyetja kryesore që partitë politike do të me pas në menë është, qka kanë me menu qytetarët ku të shkojnë me votu? Qka, çfarë mendimi ata e... Po qka mendoni që duhet të mendojnë ata? Qka propozoni të mendojnë? Skemat sociale... 100 euro? Jo, skemat sociale për... Po, që të po aludon të, si përdu skemat sociale, ti po aludon të personat cilët kanë i ka majtë mbështetje në gjdo përgjirje ka shpëndopore. Debati është shumë për folit për VV-n edhe për Albin Kurtin. Ai njeri ka pushtetin, ai njeri ka qeverin, ai njeri ka krejt gjithë shka ndorë. Problemi është që na të me hapa në rrezikun përsëri e shë, rrezikun e shë të një fitore shumë e thellë e vetëvendosis dhe zhdukjen e opozitës dhe rrjedhimisht që shumë e rrezikshme. Me ardhna në pozit ku kena me pas një lullëzim bashkë dhe një Sali Berisha të hangër për një parti opozitare që është me mendzi kam bjetan. Më Vjosa dhe Lumiri që ashtu. Po, unë që ta nuk isha pas qëtë me pa dhe shumë rrezikshme për demokracinë të namë.
A shë kështu? Ma do të me folë sa ma shumë ju lutna për opozitën, me këshyrë me folë, me që për para qka po ofrojnë dy partit opozitare ma të mlaja. A duhet edhe opozita me po? Leti japim një shansë për studio, mos me folë që ka po zoti Kurti, që ka po që shuhangër me Vjosa Osmanin, po leti japim një shansë që ka po ofrojnë LDK-ja, se ka shkëllon me PDK-në. A për po dhe që ato që thashone, se si kur poplit në bënd të mend që ka po zoti Kurti, nuk do ta votojnë. Po, na në për studje për jopëm që shumë informacione për zotin Kurti, për zotin Osmani, sa që na pingarkojnë ata. E në ndërkohë, nuk për jopëm opcionet, qka po ofrojnë PDK-ja, qysh këna me dollë për të soj zgjidhje. E di ku ka halin edhe i dha të drejtë shumë shqetësimit të vullnetit, sepse shumë, dhe me thonë, kontingenti njerëzve që kanë bo inkursion të kritikave, jo parimore ndaj Kurtit, ka pas kontraefekt. Dhe me thonë se të njëjtit i ka perceptu qytetari si jo, dhe me thonë, të dejnë me shënjestru me kritika. Po, jo kredibil, të njëjti edhe për mu, jo të gjithë. Njerës që janë konë për shtetë me labë, në format të ndryshme, me partitë të ndryshme, kanë mojtë pozitat të ndryshme. O kanë një natë personale, kanë motivet të ndryshme, motive që s'janë mbi të planifikime. Dhe shpesh gjua nuk ju ka shërby asë njëherë për të mirë nëse kanë me mirë. Ka pas kontraefekt, se gjithmonë njoni prej faktorëve që ja ka siguru Kurtit që të rezultatin plebiscitar ka qenë edhe kontingenti njerëzve që se kanë kritiken, dhe me thonë edhe këtë qeverisin e Kurtit, nëse e marëm si të mirë qenë këtë sintag, nuk e kanë shqetësim as intelektual as shqetar. Njeri figura ma njona për ma kështë filozofike, ja ka njësë me folë Albin Kurti njëri serbis. Me ra në narrativen e AK-s. Une, për qëta e kam fjallin, se po shduket edhe një farë elite opozitare që ka një mendimit pak ma filosofik, pak ma që kish mujtë mi japë në sens ose mi japë në narrativ, në historit e rej opozitës, po bjen në narrativin ma viktimit e cilë ka qenë vetë shkelzeni edhe në 2015 unë e kom brojtë si gazetar, dhe me thonë, pej AK-s e nërës Luma i ka thonë djali ati, djali këti, njeri ati. Qarë që mësmi këthy. Po, dhe, ta është problemi është, bashkimi Vjosës me Luminin, apo me folë për sëri, letalonja për sëri Albinin apo me folë qëta dy, qëka kanë me na ofru neve, qëka me ndonë pra që ka me na ofru këta dy neve? Vjosa dhe Lumini. Problemi është nëse te, qështë në takimin e parë, që përshka më taku, si dhe si kur star, si kur i showbizit, kështë e unës për nalë na, e lem një mund me t'in këtë farkafit që ne ta... E ka Lumiri, pjesë të... Po, na i në një gjendje që na të të mi folë një kategorisë Gen Z-a, këta unë nuk përdia bëjnë studime vlog të partit, me këshur kush për votan Albinin, pse për votan. Edhe në qatë, për votan Gen Z-a, po, sepse është me letë me manipulu, po, gjeni njëri me nga partisë që i folë që saj Gen Z-s. është ka qenë Alice Paris Gurë. Ideali që u kollaris kjo do ke maj vjetër se Fatmir Sejdiu. Me s'po gëzën li dëke janë dollë me preparim ramen. Po flitet në rjetë, në disa portale jo të besushme, po e diskutojnë dhe këtë qështjen e mundësin e futjes në këto zgjedhje. Po nëse jetë të shku në zgjedhje të jashtë zakonshme, edhe oferta du të me konë e jashtë zakonshme. Të nuk më nëshme shku në zgjedhje të jashtë zakonshme për të 4 herë, edhe për sërit një... Po, ama që 4 mu janë të lipë zgjedhje këta, këta është do shme bo një farë probleme. Apo i shetë si një farë shpresë vullnet për parim Ramën, për mi bo balë, ose me sfidu Albin Kurtin. Nëse përdojnë me i hy Albin Kurtit në një audiencë që atina e adhuran ata, që është mënyra që shikofull në kovend Albin Kurti, mënyra që shilëshën fore, unë nësë përdu për popullet s'pja jep, është i full ekskluzivisht Gen Z, se cila është e obsesionume mbi barazin, sepse Gen Z-a mos harru, nuk janë millennialca, cilët e kanë feminizmin e cilët i kanë disa teoria, veç kështu për mi full. Gen Z është e rritën për me qëto teoria, dhe nuk banë me pa Gen Z në Kosovë si një dishka... Pani dhe është, ja këthej djenë me të njëjtën monedë. Me zjarë fiksa. E veç me komplementar me ato që tha vullneti edhe cilësori, Bob, është në qatë logik. Po, sepse baba, nishi kësaj pune, baba e Po baba ka egzistuar të gjenerata tjera, jo vetëm të millennials, po dhe të gjenerata... Po, Albinit ja ka njësë me referu i jami, dhe më thonë është termi ma i njoftën i Gen Z-s, që i referu një tjetër në shëshni. është një farë termi, logaritë qështu. Dhe më thonë... I jami pifojna? Po, jami. Po, për që shto nuk e di, ka disa kuptime ajo, edhe pak ka njerë të shanë, po dhe është me ta ofru. Po, më shumë shpresa, kuptimore. Dikush mrena atë në VV është të i pa që televizje. Problemi është që në PDK kër ishe njerëzit janë të ri njerëzit, nuk janë njerëzit të 160 vjetë, më thënë.
Kërkush atë nuk del me fol saj gjenerate, edhe unë po du mi pas tire me fol ata me qitë gjenerat, qita Gen Z. Nuk mundesh me shku me pretendu me marrë vota dhe me thonë, këta njerëz janë pa ditun, këta njerëz nuk po din, ja ka marrë menen, i ka hipnotizaj dhe te. Me diçka, me një storje. Për ndryshe rreziku që me shku vetëm me njerëz të njëjtë, me teori njëjtë, narrativin e njëjtë, me prit rezultat, mu rrit vota, unë më thonë, kjo qasje, unë nuk më po kështu. Amo nuk bëzoj që të rritet vota, sepse 3 herë të njëjti gabim, nuk bëzoj që edhe publiku e hanë. Njëjti gabim? Njëjti gabim, rëzimi i qeveris, 3 herë, dhe më thonë, na mujna me thonë sa dush, po qeveria është rëzu me fajnë e Zotri Kurtit. Me blokadën që e u ka bo partive të tjera. Me gjuhën që e ka ndaj partive të tjera. Kjo ka faj. Me idenë që është veçaj dhe tjë të s'ka. Qerdjan, unë jam votus. Unë jam votus. Oke, Albini ka faj. Unë jam të shku në zxedje. Jam të shku me votu. Tash, unë nuk vëtoj, kush ka faj? Qysh me votu une? Oke, kjo ka faj. Fajtor, është bravo, ma i keqen bo. Tash, kanë me votu. Unë e di qysh votoj, nuk e di qysh voton ti. Kështu që unë e nisë nga piparimit qysh unë votoj edhe qysh unë ja numroj të metat dhe gabimet që i ka bo një parti politike. Edhe i kujtohet Selametin që na e kam pru partit gjithësësh qeverit para rance. Unë jo, vje shumë keq, unë i kom 21 vjetë që jam pjesë e medjave edhe e di këtë gabimet që i kam bo partit politike. Gabimi që ndronë në faktin që gjitha partit politike asnjëna nuk ka qenë imunizuar ndaj korrupsionit, asnjëna s'ka qenë imunizuar ndaj nepotizmit. Por dallim prej qeverisë Kurti, që ekonomia nuk ka lëviz, që parja s'ka qarkullu, që njerëz janë varfënu, në partit e tjera qarkullimi i paras, i bizneseve, i gjithka tjetërve ka qenë qarkullim të duhur. Në më thonë, ka pas korupcion. Kërë shqetësimi i populatës, Ardian. Se do kompani nuk përshqitojnë të nderat, se s'po ka qarkullim parja, për do biznesmena, njerëzve në Kosovë nuk javnin. More ata njerëzve ata punojnë. Përsa në është javni për do biznesmena. Kërkosh në Kosovë, kërkona nuk javnin për biznesmena. Nuk e ka të biznesmenat, po e ka besoj të kësharkullime. Për ekonominë e vendit i sushtu tani për popullin. Po të njëjtën Albin Kort që ka ardhur kundër kapitalit, njëjti Albin Kort ka dalë ka u fry, u mburr me kapitalin e bizneseve. Ka thonë, shit vet kanë pas mas shumë të fitime biznese. Kërkona në opozit, nuk ka shku me marrë që ta mi thonë, o ti njeri, ti janë për shtet me idenë që kime luftu kundër oligarkëve, kundër bizneseve, kundër kime vnu taksa. Qysh ti po mden mas 4 vjetëve, në konferencë për media po mësu, po mburrësh që kapitali i bizneseve u rrit. Në ndërkoj, njëta opozit shkoni ja krijon situatën të është krizë, katastrofë situata. Qka po pret për një qeverie e cila ty për krijohet mundësia për krizë. Qka bën një qeveri e cila opozita i thotë është krizë. Jep ndihma. Edhe i mon njerës të lidhën për që të ndihma. Krijon një... Po dhe se ti si opozit po thu gjendja është keq. Unë pajtona plotësisht me që opozit nas kemi në Kosovë. Pajtona plotësisht me faktin që se kanë bo asë një veprim për mja nxjerrë në pak. S'kan pas një prerativ për mja nxjerrë në pak. Nuk va me thonë s'ka opozit, kjo është shumë rrezikshme. Ka opozit, do të me pas opozit shumë fort. Çka do të ndodh me nismën dhe AK-n? A do të bashkon? Shefitina, na s'va me plotësu shefin, Shefitina është me pas opozit heq. Lab, çfarë do të ndodh me nismën dhe gjithashtu me AK-n? Sepse flitej që do t'i bashkoheshin. Po, janë parti që mos t'i injorojmë. Flitej që do t'i bashkoheshin blokut opozituar në krye me lëvizjet vetëvendosje, në fakt, Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por a ka gjasa që t'i bashkohen PDK-s, a janë më të përafërta me Partinë Demokratike? Kuptohet kështu prej një substratit të njëjtë ideologjik, nisma dhe PDK-ja janë, edhe nisma është socialdemokrate, kumti, ftesa, kushtrimi i LDK-s ka qenë për të djathët. AK mundet mi bashku si parti, AK-ja mundet mi bashku si parti, sepse AK-ja është situatë kufitare, tash e sa kohë. Jo, besë Ardian Gjini thonë do t'jem kryeministri Kosovës, djemë konferencë. Dëshirore. Aha. Po. Tja, po kupton qërin qëfar nivelli jena. Në më thonë del njeri me 5% është në eksistencë, në kufit e eksistencës, dhe del me vedijet plotat, unë do t'jem kryeministri ashtë.
Nëse dikuj për i partive spektrit politik, partijak në Kosovë si leverdisin zjedhjet, është AK-ja, sepse ka me përjetu fatin e nismes. Është momenti që AK-ja... Po, për këtë arsye, a do t'i bashkon, unë thash Partisë Demokratike, sepse me LDK sa dëgjum nuk do t'ket gjasa që të pak të ndërim tani nuk e di. Për që është i hap rrugt, po... Jo, tentativat kanë qenë në zjedhjet paraprake. Po, i natët personale edhe frika që dikush për nismes e merë leadershipin e PDK-s, rrëdhimisht nuk ka... Dikush është Fatmir Limaj. Po, rrëdhimisht nuk ka pasë gatishmëri prej PDK-s që me rreziku hierarkinë e leadershipit të Bedri Hamzës dhe, do me thonë, kontingentit të njerëzve që janë në leadership të partisë bashkë me ta. Nga kemi pari për dëkë ko gjatë heshtur kove të fundit, unë nuk e di a jenë të ditë. Së konë Ardian Kastrati, që mërë pak narrativin e PDK-s për besë në vënë. Zgjedhja jo. Jo, nuk e di dhe, më përqanë Ardian Kastrati, i vetëmi njerë që ma këmëre? A na është? Ardian Kastrati, ja? Po, mësa ka qenë lista akës? Ka qenë shumë kundërshtar kundër... është largu. Unë të shpresu që qaja është... Jo, ka qenë lista akës në zjedhët e 28 vjetorit. Po s'ka kalu. Nuk e di, unë e shoh shumë të heshtë, unë menoj që... Nështë duke aktualisht fokusuar të procesin në Hag? Seriozisht, e këtë, ne jemi procesin në Hag, u angazhuar një maj. Procesin në Hag u angazhuar nëse jo proces që është në rrugën e saj, në më pësoj që do duhet me u kthy me pas, me nga të regu në fakt për dëkëja që ka me nga ofru në këto zgjedhje, cila është oferta asaj, nëse do t'i pse jo, unë këmë asë kundër një bloku komplet opozitare, di që vullneti ka me kundërshtu, por në rast se duhet me erzu, nëse na po themi që, unë s'po them, po nëse të tjetë, po them që e keqja vendit është Albin Kurti dhe situata ekonomike, politike dhe gjithë shka tjetër në Kosovë nuk ka qenë kur ma keqja, atër pse jo edhe me u bashku gjitha partit politike, por e di që apetitet janë shumë të mëdhaja, edhe është e pa mundur me pas në një blok opozitar kundër para zgjedhjeve. S'është hera e parë që opozita barrikadohet kundër Albinit, po bashkëpunimi tyne jetë në po, në qëtë nivel, kur nuk kurorzohet me një koalicion që kish mujtë seriozisht me sfidu lëvizjen vetëvendosur. Dhe më thonë, edhe herën e kalume, jënë barrikadu kundër Kurtit, dhe më thonë, ka pas një konsensus me dispartive që mësë mi përgjigj as një ftese të Kurtit, sikur se kësaj radhe që u barrikadun mësë me propozu një emën, për president, rrëdhimisht me shku në zgjedhje, po pra po thëmë, që reduktohet në qëto nivele bashkëpunimi tyne, sepse ambicjet, pra po thëmë... Pra, kur vim të ambicjet, ata... Ambicjet se kush me qenë barfliste... A do t'i largojnë këto vijat e kuqe, sepse shpesh flasin për vijat e kuqe, pastaj kur vjen puna e fushatës, gjithë i largojnë, tërheqin vijat e kuqe, e kam fjallëm në veçanërisht me lëvizjen vetëvendosje. Që përveç vetëvendosjes, këtë partit politike ka qeveris njëna me tjetër në Kosovë. Edhe kanë qu procese për para, LDK, PDK... Po, ka pas tentativ edhe nga LDK, edhe nga PDK, ata kanë thënë që ne kemi vijat të kuqe me zgjedhjet e kaluara, mirë po kemi pas janë futur në fushat, i largojmë ato vijat të kuqe dhe ne jemi të hapur bashkëpunojmë edhe me lëvizjen vetëvendosje. Do të veprojë njësoj, dhe si do t'i përkthehet pastaj qytetarëve, sepse deri dje nuk arritën me kriju një qeveri gjatë kohës sa kishin mandatin, apo edhe ta zgjedhin presidentën dhe ka shtane, po i largojmë këto vijat të kuqe. Veç nëse bënë shumë shqetësuese që kjo retorika e ndërsjellët me akuza prej partive politike, sepse ne kemi një shoqëri shumë të partitizume, në sensin që janë shumë të ata shumë për partitë respektive politike, rrjedhimisht partitë politike mandej qytetari nuk po din me vendos demarkacioni midis që aso që është politik në fakt, edhe rrjedhimisht për marrin seriozisht akuzat e ndërsjellët midis partive politike, edhe për përdorin një farë sintagme idiomatike që ata politikanët për hajnë në mollat e qytetarëve për mpihen dhëmë, se masanej qytetarët, që sheta, po më falë, partit politike për fashisen që ato vijat që e kuqe, me zveti dhe rrëdhimisht qytetari po jetë i polarizum, jo në kuptimin e mirëfill politik, po më një farë në sensin kështu irracionale, emocional, një farë tivozërije politike. A janë lodhër, a mendon që do dalin, a mendoni sepse jemi edhe drejt fundit, a mendoni që do dalin qytetarët për të votuar, si do të veprojnë? Këmë thonë edhe ma herë që frekuenca e shpesht e proceseve elektorale mund të mendodhë që i dekorajnë qytetarët edhe
edhe rrjedhimisht mundet me pas për konsekuencë një legjitimitet të cëngum të zgjedhjeve, sepse mundet me dalë ndoshta nën 40%. Ja, unë mendoj që jemi verë se do kena me dalë, se na dina me dalë në zgjedhje, dina me organizuar. Na nxjerrën zhegun. Jo, dalin, unë besoj që kanë me dalë me votu qytetarë. Nuk është kategorik, thash e ekspozojnë para një rreziku që. Në rast se kishin ftoft, unë gjithmonë kom theksu që elektorati LDK-s është Kogja Demeli, shkon ftoft si shkuhej që dalë zgjedhje, se radhë është nxehtë se kanë probleme dalë. Zonja presidente në qorçë më interne kish kërkuar që mos më majt zgjedhjet në maj dikun sepse është një festival onumja diçka dhe rrjedhimisht qeshor. Po elektorati i saj mundet mos më ndodh knina. E ke fjalën për presidenten në detyrë? Jo, më falni. Ai presidente jetë sepse titulli po. Po mos harrojmë se veprimet e fundit vetëvendosja është vetëvendosja është të bëhen dhe veprime. Ka pas një fushat, domethënë pse është qeverinë detyrë, është të i kry detyrat e veta ashtu siç i krynin dikur edhe të tjerët, tu punësu njerëz, tu zyrtarizu pozita, edhe këtë këtu shkojnë në favor të rezultatit. E kemi edhe një shkarkim që ndodhi dje. Përveç shkarkimeve që ka ndodhur edhe zyrtarizimeve, ka ndodhur disa zyrtarizime në ambasadat e Republikës Kosovës, kemi edhe punësime, edhe në KEK, edhe metodat të tjera, të cilat kemi përdor në gjithë këtë kohë derisa të vijë dita e zgjedhjeve. Me rëndësi mbushje të 5 euro nuk po jap më kurkush. Për votën me bletë. Po tash ka ndru edhe kërkesa dhe standarde. Tash me SM, tash me megabajt me vjen. Me internet. Faleminderit shumë Vlad që të qenë së bashkë me ne. Ardiana, faleminderit shumë, Vullnet, shumë faleminderit. E di ka qenë me siguri, nuk e di është pushim ajo për juve? As është pushim? Që një maj është, bënë edhe shtë një sen, që të zbën për ato, është një maj, asambleja antikapitaliste, u që ka bërë aktivitet sët, opozita nuk kënë për një maj, vend si një mjetë punëtor, me lyp drejtat. Jo, kështë përthu s'ka organizu kur që për një maj atje në gërmija. Jo, për një drejtat e punëtorve katastrofë, s'ka që këtë në paleve, këtë jena të dikë. Kur ma ketë sekundë drejtat e punëtorve se sa gjatë qeverisë sekundë. Pa është dash me ka të ukallë këta është qyteti. Pikrish për këta ditë, për ditën e punëtorve, si dhe për gjendjen e punëtorve, do flasim në blokun e radhës, mi po njerët miqdashur shkoha për parashikimin e motit, presim në studia Aurorën.